e sa kemi nevojë për praninë e Zotit edhe në qytetin tonë. Në kohën e fundit ka qenë edhe teatër e dhunës, e vrasjes. Maria na ndihmon të zhndërrojmë dhunën e paqe. Maria na ndihmon të zhndërrojmë urrëtitjen në dashuri. E atëherë, në këto ditë që festojmë në mënyrë të veçantë festa e Zojës Shkodrës, do të lusim për qytetin tonë, do të lusim se secili prej nesh bëhet strumenti i paqes, secili prej nesh mund të mundohet të mbjellë dashuri në rrugët e qytetit tonë,